Prag tragjedie në Librazh, bie zjarr në një banesë sociale. Një ngjarje rënd ka ndodhur gjatë pasdites së dieshme në një banesë sociale të bashkisë Librazh, ku një grua endacake e strehuar nga bashkia aty ka vënë pa vetë dije zjarrin në ambientet e shtëpisë. Personi i cili vuante nga problemet të shëndetit mendor dyshohet se ka shkaktuar zjarrin në mënyrë të pavetëdijshme. Në momentet kur flakët nisën të përhapen me shpejtësi, shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndërhyri menjëherë. 2 mjete zjarr fikse dhe 9 efektiv u angazhuan në operacion, duke mbërritur në kohë rekord në vendngjarje. Reagimi profesional i tyre bëri të mundur neutralizimin e flakëve dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatës. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, ndërsa dëmet materiale raportohen të jenë të konsiderueshme. Në vendngjarje ishin gjithashtu të pranishme forcat shumëta policore, të cilat garantuan perimetrin e sigurisë dhe po vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Autoritetet theksojnë se rasti lidhet me zjarrvënie të pavetëdijshme për shkak të gjendjes shëndetësore të personit të strehuar në banesë.